Turistë nga Republika Çeke kanë zgjedhur këtë sezon të eksplorojnë natyrën shqiptare përmes një aventure me pek rafting në lumin Shkumbin. Të apasionuar pasporteve në natyrë dhe udhëtimeve eksploruese, ata po përshkojnë segmente të ndryshme të lumit, ndërsa kombinojnë aventurën me kampingun dhe vizitat në zonat malore. Grupi tregon se Shqipëria është kthyer prej vitesh në një nga destinacionet e tyre të preferuara për turizmin aventurier. Do të qëndrojmë rreth 10 ditë në Shqipëri dhe më pas 4 ditë në Maqedoninë e Veriut. Këtu po bëjmë pak rafting në segmente deri në 20 kilometra. Pas rreshjeve, niveli i ujit është rritur dhe për këtë arsye nuk do të vazhdojmë më tej, sepse zona është e vështirë dhe ka shumë gur. Kam vizituar edhe lumenj e zona të tjera në Shqipëri. Kjo është dita jone e parë në Shqipëri dhe po lëvizim përgjatë lumit Shkumbin. Përpara ndodhe një ure vjetër dhe një pjesë më e rrezikshme e lumit, ndaj do të ndalojmë para asaj zone. Natën e kaluar qëndruam në Selc, një fshat shumë i bukur me ushqim tradicional dhe mikpritje të mirë. Na pëlqen shumë Shqipëria dhe do donim të riktheheshim përsëri për të njohur më shumë historinë dhe kulturën lokale. Për ne, Shqipëria mbetet një vend i egër dhe shumë interesant për aventurë. Këtu mund të bësh gjithçka: kajak, kamping, eksplorim në natyrë apo aktivitete në mal. Ajo që na pëlqen më shumë është mikpritja e njerëzve. Gjithashtu, po shijojmë dhe ushqimin tradicional, sidomos djathin e deles dhe të dhis, si dhe gatimet me mish deleje, që për ne janë diçka ndryshe nga ajo që konsumojmë zakonisht në vendin tonë. Të mahnitur nga peizazhet natyrore, lumenjt dhe mikpritja shqiptare, turistët çek shprehen se dëshirojnë të rikthehen sërish për të zbuluar vende të tjera të Shqipërisë. Sipas tyre, natyra e paprekur, ushqimi tradicional dhe mundësitë për aktivitete në natyrë e bëjnë Shqipërinë një destinacion të veçantë për pushime gjatë gjithë vitit.